pas seancës do kërkoj stenogramet nga seancat e më parshme kur jeni përgjigjë, se më duket të njëjtat fleta i përdoret edhe sot për të përgjigjë në pyetjen. Nuk ka person që merr pagë minimale, të gjithë janë që marrin paga më lartë se paga minimale, po ashtu ka që të punësuar që marrin edhe më shumë se sa paga mesatare, dhe përmes dialogut që kemi bërë në këtë vit kemi arritur që në sektorin publik të rrisim pagën për gjithë administratorët, kemi arritur që të përmbyllim në gjithë sektorin publik, në gjithë institucionet të rritet për 20% vetëm në këtë vit, bashkë me rritjen e pagës minimale, çdo i punësuar do ketë rritje të pagës, po ashtu edhe në vitin që vjen dhe deri në vitin 2028 kur do na përfundon mandati do arrijmë që deri në 40% të rritet paga e gjithë sektorit publik. Në të njëjtën kohë punojmë bashkërisht me Ministrinë e Bujqësisë që të sjellim masa të zgjidhjes afatgjate për të liruar nga importi i produkteve ushqimoreve të cilat i kemi nga vendet fqinje. Kemi gjetur vendin 70% të mvarur nga produktet ushqimoreve të cilat importon nga jashtë. Automatikisht me përkrahjen e bujqve vendor, me përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, do të rrisim prodhimin vendor, do të rrisim prodhimet bujqësore dhe njëkohësisht do të mbajmë edhe në gjendje stabile standardin e jetës së qytetarëve. Ju pyeta cilat janë masat që do i ndërmerrni në drejtim të rritjes së pagës mesatare. Tani unë po ju pyes, kur do e paguni borxhin prej 12 milionë euro ndaj kompanive që vitin e kaluar duhet të merrni ndihmën financiare nga ligji për përkrahje financiare të investimeve që kanë ardhur? Kur do filloni të paguani dhe të operacionalizoni këto të vitit 2026? Kur do ekiponi Ministrinë e Ekonomisë që të fillon realisht të punon, apo edhe 2 vjet duhet të kalojnë sepse 2 nuk ishin mjaftueshëm? Masat aktive nuk përpunësim si janë asgjë të re. Asgjë të re. I morët prej një ministrie, i solët në ministrinë e juaj, fatkeqësisht me më pak kapacitet dhe po i implementoni ashtu siç janë implementuar deri ndre. Dhe e fundit, mendoj që pas seancës do kërkoj stenogramet nga seancat e më parshme kur jeni përgjigjë, se më duket të njëjtat fleta i përdoret edhe sot për të përgjigjë në pyetjen. Edhe mendoj se kjo nuk është adekuate për nivelin e komunikimit në parlament. Herën tjetër mundoni që të përgjigjeni në atë që ju pyes, nuk kam pyetje shtesë dhe nuk jam i kënaqur me përgjigjen.